Përshëndetje, unë jam Marta, drejtoresha e Shërbimit dhe Kujdesit Social e Bashkisë Lezhës, post të cilën e mbaj prej 6 viteve. Duke qenë se unë si profesioniste punojëse sociale kam punuar prej 20 vitesh, kam pas fatin të njoh Merior Loredën si një ndër organizatat më të mira dhe më besim plotë që punojnë në gjithë Shqipërinë, posaçërisht dhe në Bashkinë e Lezhës. Kam bashkëpunuar shpesh herë me të gjitha projektet të cilat Merior Loreto ka zbatuar në Bashkinë e Lezhës. Një ndër arsyet që unë jam shumë krenare për Merior Loretën është vetë fakti që këta kanë edhe një zyrë lokale në Bashkinë e Lezhës, me të cilën kemi bashkëpunuar me gjitha projektet. Por një projekt që unë do ta veçanoja në veçanti është projekti fuqizimi i grave, me të cilën kemi punuar gjatë shumë kohës me shumë vajza dhe gra në vështirësi të mëdha ekonomike, sociale dhe psikologjike. Vlen të theksohet se ky projekt na ka ndihmuar shumë për ngritjen e këtyre grave, jo vetëm nga ana ekonomike, por nga ana psikologjike, nga ana sociale dhe integrimi i tyre në shoqëri. Nga besimshmëria që Bashkia e Lezhës ka pas për Merior Loretën, kohët e fundit ka dedikuar dhe një fond në buxhetin e saj për të bashkëpunuar me Merior Loretën për fuqizimin e këtyre grave. Jam e lumtur që kjo organizat bashkëpunon me Shërbimin Social të Bashkisë Lezhës, në të cilet edhe kur nuk kanë projekte, këta gjithmonë janë dashamirës ndaj shërbimit social dhe njerëzve në nevojë me të cilet ne punojmë. Faleminderit që ekzistoni dhe që jeni në Bashkinë e Lezhës.